Edhe këtë shtunë, vrapuesit u zgjuan me energji pozitive, teksa po bënin përgatitjet e fundit për t'ju bashkuar aktivitetit të vrapimit në javën e 5 të Park Run Gjakova. Pavarësisht temperaturave të larta, interesimi ishte i madh për të bërë pjesë e kësaj ngjarje sportive. Çuditërisht, interesimi është shumë i madh, se Gjakova ka i farkulturë të sportit, ka gja të fuqishme, kështu. Për ndryshe, sot jemi dalë pse në temperaturat të nxehta, e kena sfidu tonë veten, edhe qysh për doket, krejt kanë kalu mirë, uj kemi pas shtu me veti, për herave tjera, kush dënë me ardhë, ju sugjeroj me marrë në kapuç, a dy pak uj me veti, shtu edhe atlete, edhe mësë mu vesh me trenera, se nxeht. Sa kilometra vrapove sot? Sot i kemi bo vetëm 5, shtu, a unë e 5 e këmë bo sot se ka një farë përgatitje shtu për një event. Nesër kemi. Entuziazmi dhe ndikimi i kësaj nisme reflektohet edhe dëshira vazhdueshme e adhuruesve të vrapimit. Stilian Hoda vuri në dukje për parimin e vazhdueshëm të pjesëmarrësve. S'pare faleminderit juve se edhe ju për ka të tregoni interesim. Është të shku, domethënë për te pritshmërive. Çdo javë po kemi ftyra të reja. Kena arrit edhe disa që s'kan mujt me ngajt as 1 kilometër, tash kanë fillu 500, bibojnë edhe ditëve tjera të javës, që ajo domethënë end produkti jonë, për ndryshe jemi shumë të kënaqur, shpresojmë gjithmonë me në bashku të ri e sa ma shumë njerëz. Për Distria Hodën, pjesëmarrëse e rregullt që nga java e parë rutina Park Run Gjakova është kthyer në një zakon të shëndetshëm. Më pëlqen shumë, unë lodha pak, po më pëlqen se kur shkoj të fundi që pushoj, më doket shumë mirë. Unë për 5 javë, çdo shtune kum bë 5 kilometra, 2 më doket pak, se kum vrapu, për herën e parë kum vrapu 3, se për gara, e tash i kom qef 5. Vllavi jam Zimi është në kampionat të shajit, edhe unë çdo herë që i bëj 5 kilometra, e di që ai fiton, se e kum provu dhe ka fitu, e tash i bëj gjithë. Park Run Gjakova vazhdon të rrisë interesimin e vrapuesve dhe kjo bën edhe më të mirë socializimin në shoqëri me njëri tjetrin.